Shqipëria do të luajë për herë të parë në fazën play-off për kualifikueset e Botërorit 2026. Sfida gjysmëfinale rezervon Polonin, ndërsa ndeshja nis prej orës 20:45 në Varshavë. Kjo përballje është me një takim dhe nëse do të jetë e nevojshme do të shkohet me penallti. Shqipëria kërkon një rezultat historik, ndërsa asnjëherë nuk është larguar me fitore nga transferta e Polonisë. Formacionet zyrtare janë publikuar. Trajneri Silvinho dhe Jan Urban kanë shuar dilemat. Surprizat nuk mungojnë. Surpriza nuk ka në port, mbrojtje apo në mesfush, por në repartin e sulmit. Ernest Muçi, Armando Broja dhe Anis Mehmeti janë lënë në stol, ndërkohë që nga minuta e parë në repartin ofensiv e nis Treshja, Hoxha, Bajrami dhe Uzuni. Ndeshja mes Polonisë dhe Shqipërisë pritet të ndiqet nga një tifoz VIP i veçantë pasi mediat polake bëjnë të ditur se presidenti i vendit, Karol Nawrocki, do të jetë i pranishëm në stadium. Ai ka qenë rregullisht në stadiume në të kaluarën dhe rëndësia e kësaj ndeshje ka shtyrë të përsërisë këtë praninë e tij dhe në ndeshjen në Varshavë, por këtë herë gjërat mund të jenë ndryshe pasi presidenti i Polonisë ndoshta nuk është më aq i mirë pritur në stadium nga tifozët. Ata e kanë bërë të qartë një gjë të tillë në ndeshje të ndryshme të kampionatit ku janë shpalosur parulla kundër tij në stadiumet e Lodzit, Gdanskut, Krakovës, Poznanit dhe Lublinit. Kjo është rrjedhoi e vetos që ai ka vendosur mbi amendimin e kodit penal të vendit, i cili përfshinte ndër të tjera dhe vendosjen e një ndalimi për përdorimin e provave të fituara në mënyrë të palishme, kufizimin e përdorimit të tepërt të paraburgimit, rritjen e diskrecionit të gjykatave dhe zvoglimin e numrit të prokurorëve, zgjerimin e drejtës për mbrojtje në të gjitha fazat e procedurave penale dhe lehtësimin e ofrimit të ndihmës ligjore. Sipas mbështetësve polak, ndërhyrja e presidentit ka qenë e pavend me veton e amendimit të kodit penal, ndaj parashikohet që edhe në stadium në Varshavë gjatë ndeshjes të ketë kontestime dhe parulla kundër tij.